Matematika interesante ndodhin më 28 dhjetor nëse diaspora vjen në Kosovë me shumicë që të votojë. Media venda se Kosova ime i ka bërë kalkulime duke u bazuar në shifrën prej të paktën 200.000 persona shtesë që vinë nga diaspora, me rastin e festave të fundvitit, e që këtë herë përkon edhe me zgjedhje të jashtëzakonshme. Aty ku firi i epërmi votave për vetëvendosjen është llogaritur në 80%, ai sa mori më 2021-shin dhe ai më i ulti me 65%, ai sa janë deklaruar që do të votonin pro në zgjedhjet e fundit. Duke u nisur nga supozimi se në zgjedhjet e vitit 2025 vetëvendosja ka marrë rreth 400.000 vota, që përfaqësojnë afërsisht 42.5% të gjithë votave, derisa totali i votave në vend ka qenë rreth 941.000. Me këtë rezultat prej 42.5%, VV-ja siguron 40 deputet në kuvend nga 120 gjithsej. Tash e marrim një skenar ku në proces futen edhe 200.000 vota shtesë nga diaspora. Nëse këto 200.000 i shtohen totalit, atëherë totali i votave ngjitet në rreth 1.141.000. Në kufirin e sipërm, pra nëse VV arrin të marrë 80% të votave të diasporës, atëherë nga 200.000 vota i shkojnë 160.000. Në këtë rast vetëvendosje do të shkonte nga 400.000 në 560.000 vota gjithsej. Kjo e ngjit përqindjen e saj nga 42.5% në rreth 49.1% të gjithë votave. Me një përkthim proporcional të thjeshtë të mandate, një rritje e tillë nga 42.5% në rreth 49% do ta çonte vetëvendosjen nga 48 deputet në afërsisht 55 deri në 56 deputet. Në kufirin e poshtëm të skenarit me diasporën, pra nëse vetëvendosja arrin të marrë vetëm 65% të 200.000 votave të diasporës, asaj do t'i takonin rreth 130.000 vota shtesë. Në këtë rast, VV do të ngjitej në 530.000 vota gjithsej, ndërsa përqindja e saj në nivel vendi do të shkonte në rreth 46.4%. Sërish në përkthim proporcional të ulseve, kjo rritje në rreth 46.4% të votave do ta ngrinte vetëvendosjen nga 48 në diku rreth 52-53 deputet. Pastaj vjen skenari politikisht më dramatik, ai ku AAK-ja dhe Nisma, që aktualisht përfaqësohen me 8 deputet në kuvend, nuk e kalojnë fare pragun elektoral. Këta 8 deputet përfaqësojnë afërsisht 6.7% të mandateve, pra 8 nga 120, pra praktikisht edhe rreth 6.7% të votave kombëtare. Nëse këto dy parti bien nën prag, votat e tyre rishpërndahen te partitë e tjera që e kalojnë pragun dhe përqindjet e partive të mbetura normalizohen mbi një total më të vogël efektiv. Në skenarin ku vetëvendosja ka 46.4% pas shtimit të diasporës, kur hiqen nga ekuacioni rreth 6.7% të votave të AAK Nisma, përqindja e vetëvendosjes rritet efektivisht në gati 49.8%. E përkthyer në mandate, kjo përqindje do t'i sillte vetëvendosjes rreth 60 deputet, ndërsa në skenarin më të fortë, ku VV-ja me diasporën arrin rreth 49.1% të votave, heqja nga loja e AAK Nisma e ngre përqindjen efektive të vetëvendosjes në rreth 52.6%. Në një sistem proporcional me 120 ulse, kjo përkthyer do të thotë rreth 63 deputet për vetëvendosjen. Pra nëse e lidhim krejt në një fjali, duke u nisur nga 42.5% e votave dhe 48 deputet, shtimi i 200.000 votave të diasporës mund ta grejë vetëvendosjen në rreth 52 deri në 56 deputet, ndërsa skenari ku AAK Nisma bie nën pragun e çon efektin në maksimum duke ngjitur VV-n teorikisht në rreth 60 deri në 63 deputet në kuvend.